Kjo është një nisëm e cila prek kodin e procedurës penale, nuk shqyrtohet me procedurë të përshpejtuar sipas parashikimeve që ka kushtetuta. Ndërkohë që në fund të këtij komunikimi dua të them edhe diçka të fundit që ka të bëjë me garancitë ndaj sistemit drejtësisë për t'i përmbledhur ato që u thanë. E para, mbi të gjitha, nuk cënohet pavarësia e prokurisë dhe gjykatave me këtë nismë që kemi ndërmarrë. E dyta, hetimi penal, ndjekja penale dhe gjykimi mbeten të paprekura. E treta, kompetencat e organeve drejtësisë mbeten të paprekura sipas kushtetutës dhe sipas ligjit. E katërta, nuk krijohet asnjë mburoj ndaj përgjegjësisë penale. Dhe e pesta, nuk përjashton asnjë subjekt nga jurisdiksioni penal. Për të qenë të qartë, 5 arsye për cilat paprekshmëria dhe pavarësia e sistemit drejtësisë garantohet edhe përmes kësaj nisme.